Sot tham se vëmendje do t'i kushtojmë çrregullimit të spektrit të autizmit. Në fakt, po rritet numri i personave me autizëm. Nuk e di, disa studime thonë se ka disi më shumë, dalin në pa apo pranohet më shumë, por a ka dhe rritje të numrit, ndonë se ne nuk shëndrojmë dash mirë me statistika. Por esenca është që të hulumtohet herët, që të zbulohet me kohë dhe të filloj trajtimi i personave të cilët janë të prekur me autizëm. A më ndrejshë zërin, Maksi? Po mirë. Tani do a kesh më mirë. Mirë, në rregull. Për këtë temë, sot do të flasim me dy mysafire që i kemi ftuar dhe na vinë nga qendra e autizmit. Ndërsa me ne është Drilona Hajdari, që është psikologe. Drilona, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Dhe Albulena Hyseni, e cila është ergoterapeute. Mirë se erdhe. Faleminderit, kënaqësi të jem këtu. Gjithashtu kënaqësia është edhe jona. Në fakt nesër shënohet dita botërore e autizmit, por ne i paraprim pak më herët. Ju si shoqat natyrisht që keni edhe bashkëpunime të shumta dhe me organizata tjera që veprojnë në vendin tonë. Keni çdo herë ato motët e juaja, po e shoh këtu që i keni motët që kanë qenë vitit kaluar, ndërsa sot këtij viti s'patët mundësi që t'i keni sepse ato do t'ju po mund të na thoni, mund të na i thoni. Patjetër. Po, siç e cakët edhe jo, nesër është 2 prilli, është dita botërore mbi ndërgjegjësimin për autizmin. Ne ju bojmë thirrje gjithë qytetarëve, edhe familjeve të cilët kanë persona të prekur me autizëm, por dhe qytetarëve të rëndomt të bashkohen në marshin tonë, për si vjet është miraton e ligjin gjithëpërfshirës autizmi nuk pret, kështu që nesër është dita botërore, edhe gjithë muaji prill zakonisht i dedikohet autizmit. Po, a ka dhe specifika? A dëshironi që edhe ju të jeni të përfshirë në atë pjesën? A e keni specifiku se çka duhet me përfshi ligji autizmit dhe çfarë rregullon me miratimin e ligjit? Po, ky ligj pretendon që mjaft lehtësu jetën qoftë familjarëve, po bashkë me ta edhe atyre fëmijëve ose të rriturve të prekur me autizëm. Ligji tenton që gjithë fëmijët, pavarësisht autizmit apo çrregullimeve të tjera, të bëhet një ligj gjithëpërfshirës që t'i lehtësohet jeta dhe bara familjeve, që të kenë barazi në shkolla, që të kenë barazi në arsim, në jetën e përditshme si dhe lehtësime financiare edhe për prindrit. Shumica e prindërve kanë bara të mëdha financiare për pagesa, për ofrimin e shërbimeve, e ndoshta edhe shumë familje edhe fëmijë distancohen dhe nuk marrin shërbim shkaku i gjendjes financiare. Domethënë një prej politikës edhe një prej qëllimeve kryesore të këtij ligji është edhe aspekti financiar, sepse e dim gjithë që janë kushtueshme tretmanet, është shumë e kushtueshme, konsultat që i bëjnë me psikolog, ergoterapeut, sepse aty përfshihet logoped, një gamë e gjerë e profesionistëve ku secili shërbim ka kosto të lartë. Pavarësisht kësaj, shumë fëmijë kanë specifika edhe në aspektin e ushqimit, në aspektin e trajtimit, ndoshta kanë edhe vështirësi të tjera. Na kemi edhe plot fëmijë përveç problemeve, përveç autizmit kanë edhe diçka të bashkangjitur, qoftë janë të verbër. Zakonisht bashkërisht me ajo, edhe duke ditë që një pagë kaq pak që e marrin nuk i mjafton për ato shërbime dhe po shpresojmë që edhe ligji do të finalizohet edhe do të bëhet një e mirë për gjithë shoqërinë. Është e rëndësishme më cek që nëse miratohet ligji, atëherë ai bazë të ligjit do të jepen edhe udhëzime administrative në mënyrë që njëtrajtësisht të jepet të vedisohet se çush mu trajtu një fëmijë me autizëm. Ka qendra në Kosovë, ne kemi qenë qendra e parë në Kosovë që jemi marrë me trajtimin e fëmijëve të prekur me autizëm. Ka edhe qendra tjera secila ka metodën e vet, por është e rëndësishme që në bazë të ekspertave të cilët ajo përpilohet një udhëzim administrativ dhe në bazë të asajna me kon ajo çësia më duhen për mu trajtu fëmijët. Një kërkesë tillë ju e keni pas goxhamati mirë, po ende s'ka lëvizur. Po, ende nuk është miratuar. Keni marrë ndonjëherë përgjigje pse po shkon ka gjatë? Po punohet, si çdo proces tjetër që fatkeqësisht nëse muj me qut po zhagitet në atë formën edhe hala nuk kemi diçka konkrete. Prandaj edhe motoja jonë për si vjet është autizmi nuk pret. Ne jemi një qendër për thuajse të gjitha qendrat
pothuajse po të gjitha qendrat trajtimin e bojnë veç për moshës 2 vjeçare deri në moshën 18, po çka pas moshës 18. E prandaj e kemi cikë edhe motën autizmi nuk pret. Autizmi nuk nalet tek mosha 18. Domethënë na po marrim në qendrën tonë. Bili atëherë duhet kontribut mund edhe shumë më i madh kur këta persona tashmë janë tritur dhe nuk konsiderohen fëmijë. Ka nevoja tjera. Patjetër, edhe gjithmonë çdo familjar po ngarkon ndonjëherë 2 familjar për kujdesin e një personi të prekur me autizëm. Kur zakonisht na përballemi çdo ditë me këto sfida, përveç që ne i trajtojmë fëmijët individualisht, përballemi edhe me sfidat me familjarët, me gjendjen e tyre mendore, me qasjen, secila familja i ka ato kushtet specifike të veta, dikush e ka situatën më të vështirë, dikush e ka pak më të lehtë, ose ka ndihmë pak më shumë, po ligji do të më miratu që secili fëmijë, secili person me marr ndihmën që i takon, qoftë kujdestarin, qoftë përcjellësin, qoftë asistentet në shkolla, edhe në këtë mënyrë me jep me uni barabart me marr shërbimin që i takon. Pse çfarë ndodh në vendin tonë pas moshës 18 vjeçare për një person? Nëse familjar sipas ligjit. Po, sipas ligjit nuk garanton kur gjë, nuk jep përgjegjësi kur gjë. Bara bie në familjen. Familjet të cilët po mundsojnë ose po i kanë mundësitë financiare me angazhu një asistent apo një diçka tjetër që me mirëmbajt pak ato që ka aftësuar ose me zhvillu aftësi të tjera, ajo po kalon, po për persona që nuk kanë, për familje që nuk kanë mjete financiare për me mbështet një kujdestar, ata po mbyllen në shtëpi, edhe ton mundi jonë që na po mundohemi ka edhe fëmijë që kemi mbi moshës 2 vjeçare, nëse ato nuk mirëmbahen, nuk përsëritet, nuk angazhohet në diçka, ato mandej kthehen ose në pikën që janë ose bëhen me keq. Jo, mas moshës 18 vjeçare nuk ka mundësi pse? Është më specifike apo qendra jonë është e trajnuar, na jemi të ketë terapist për këtë moshë të intervenimit. Mandej kjo edhe a ka ndonjë qendër në Kosovë tjetër që përfshin mosha më të rritura apo vetëm jo, jemi të mënyrë individuale nëse po, punon? Veç mënyrë individuale, jo diçka kështu në një institucion që ti mundesh mu drejtu edhe me marrë ndihmë për atë çështje. Shoqata jonë janë të mundu të vazhdimisht me lëbu në këtë aspekt, me prunë edhe staf për trajnim, po edhe na të gjithë jemi ta kemi vendin, të kemi kushtet normale edhe objektet edhe këto lypin specifika më të detajizume, më shumë të komplikume për me marrë një person mbi mboshën 18 vjetë një shërbim që i takon, varësisht tash fushën ku po dënë me ndërhy. Na mundohemi që ata individ të jenë sa më të pavarur, edhe terapinë e mbështetim ato që të jetë sa më funksional në jetën e përditshme. Mundohemi me i mësu edhe aftësi të vetë kujdesit, aftësi të pavarësimit sa më shumë që të mos të ketë nevojë për një person të dytë, për me bë disa aktivitetet thjeshta, bazike që i vyn një personi, si higjienën personale, aftësitë vetë kujdesit të tjera e kështu. Për me plotësu Albulenën, qendra është të punu fuqishëm këtë drejtim për me ofru shërbim fëmijëve apo të rriturve mbi moshën 18 vjeçare, po shpresoj që është shumë shpejt ka më bëu diçka, edhe na kemi me qenë prapë në mision për me nda me juve këtë mirë që kanë Keni afro. afër diçka, po pretendoni Po pretendohet që shumë shpejt ka më bu diçka zyrtare, mirë po nuk mujna me thonë kur gjë pa na e leni si pika ashtu. Ashtu po. Mirë po, Mjafton që shpresoni, shumë shpejt do të është bëhet diçka për të rriturit mbi 18 vjet. Duhet ndihma institucioneve për me mri sa më shpejt te ky. Inshallah ja arrini atë. Edhe prandaj jemi të lugu, të mundu të në një A shtet keni ndonjë bashkëpunim me institucionet? A kanë filluar që ne kemi një përkrah? bashkëpunime me institucione, sidomos në bazë të projekteve të komunës, të presidencës që me ofru shërbime pa pagesë ose me javë lehtësu disa familjeve shërbimet për fëmijët e tyre. Këto janë ndihma që deri tani kemi marr. Biseda kena pas të vazhdueshme për hapa më të tjetshëm, po ende kemi ngec pak a shumë. Prandaj edhe ligji na ta siguron më të drejtën që më të siguru që ajo që ti ke nevojë dhe pas asaj na mandej mu plotësu çdo mungesë sa i përket një sistemi edukativ terapeutik për personën të prekur me autizëm. Po e përmendim edhe numrin e telefonit që keni mundësi pra të na tresni prej tani në +33 44 900 021. Na shkruani qoftë përmes Viber apo dhe telefononi nëse keni pyetje konkrete, pra po flasim për autizmin, shërbimet që ofrohen, kur dhe dilemat kur i keni pra, sepse shpeshherë ka dhe dilema edhe nga ana e profesionistëve, nuk është e lehtë që t'jepet një diagnozë dhe të thuhet nëse
ky person, sepse ka spektër, ka elementet shumëta për me mund me bane një diagnozë nëse një fëmijë apo një person është me autizëm apo jo. Ka rastet shumëta që persona deri në moshat më të rritura kanë kalu pa ndonjë diagnozë, ndonse janë familjarët e tyre të cilët shohin se diçka nuk po funksionon, ky person, ky individ është diçka më ndryshe se tjetri, por që nuk dihet. Kjo është shumë e rëndësishme sepse nëse veprohet në fazat hershme, natyrisht që edhe tretmani, edhe trajtimi i personit do të jetë shumë më i mirë dhe rezultatet do të jenë më të mëdha. Andaj ju mirëpresim që të na telefononi. Mirë, Drilona, për shembull, cilat janë pyetjet ose vështirësitë më të mëdha që ballafaqoheni, sidomos me prindërit e tyre? Që shpesh mbeten edhe pa përgjigje ndoshta. Okej. Një prej vështirësive që na ballafaqohemi dhe që është shumë e vështirë nganjëherë është kur prind vinë shoqat, fillojnë trajtimin edhe na pyesin kur ka me përfundu. Në një farë forme kur fëmia jem ka me dalë prej këtij spektri edhe unë komu kthy paqet me fëmijën tem nuk ka me pas as edhe një vështirësi. Kjo është një prej specifikave që na si profesionist mundohemi në mënyra të ndryshme me shpjegu, po kanjëherë edhe na mbesim pa një përgjigje konkrete. Mundohemi me tregu që varësisht edhe prej nivelit se sa është i prekur fëmia, sa edhe gjithmonë duhet me ekzistu. Po, gjithmonë duhet me ekzistu një trekëndsh midis terapistit, fëmijës edhe familjes për bashkëpunim. Nëse ky trekëndsh prishet, atëherë edhe trajtimi nuk ka me pas efekt. Po ashtu një prej specifikave që kemi edhe që shpesh vijnë prindrit e tanë kontena, është edhe kur ata fillojnë procesin mësimor. Siç e dini, po besoj edhe jo që u bë shumë e vështirë mi kyç fëmijët në sistemin arsimor, qoftë në edukimin parafillor apo dhe ato fillor, sepse thjesht nuk ekziston ligji, andaj edhe shumë lehtë bekan, nuk është për shkollë, duhet asistent, kështu që edhe për një fëmijë për shumë fëmijë është siguru edhe mundësia për me pas një asistent i cili përmes donatorëve të ndryshëm edhe mbështetësve të ndryshme merr asistencë në shkollë ose në kopsht pa pas nevojë me pagu. Mirë po, prap një numër i konsiderueshëm i fëmijëve duhet me pagu prindrit prej xhepit të tyre për me pas mundësi edhe me ofru mbështetje në shkollë. Këtu janë disa prej specifika, këtu mos i përmend që përveç që vinë probleme tek fëmia, vinë edhe prind tepër të shqetësuar, prind të cilët kanë probleme psikologjike, prind të cilët mendja dalin me gjendjen e tyre mendore, pa u ndalë me mendu se sa shtire kanë ballafaqime. Është një shumë vështirë më pas kjo për prindrit, por duke mos dashur me i fajsu në këtë rast as vetëm mësimdhënësit, duke ditë që nëse flasim për shkollat publike, vetëm mësimdhënësit janë të ngarkuar me numër të madh të fëmijëve dhe nëse i shtohet edhe një apo dy fëmijë të tjerë të cilët janë më specifik dhe duhet plan program ndoshta më specifik për ta, nuk janë trajnuar, ndoshta për atë është bare e madhe edhe për vetëm mësimdhënësit. Po më duket që e kemi telefonusin e parë, kështu që po e marrim. Alo? Alo, përshëndetje. Edhe për juve. Unë jam një prind, një fëmijë me autizëm. Edhe unë e kam pas, tash e kam nesër me 2 prill, dhe me thonë e ka edhe ditëlindjen. Unë e kam pas djalin atje në Prishtinë, sa e më kanë, e kam pas për 20 muaj në qendër të autizmit. Kështu që aty ju kanë dhënë, aty ka pas shumë mirë, domethënë ka pas një terapiste shumë mirë, po na prini pati edhe na dolëm tash. Në Gjermani jemi që 11 vjet. Kështu që dashta më bë ty në terapiste një pyetje. Ju për shembull si terapiste deri në moshën 18 vjeçare. Dihet që jep një shërbime. Drilonën e kemi psikologe, edhe Albulenën e kemi ergoterapeute. Nuk e di se unë e kam pas në qendrën prind për autizëm, a që ashtu diçka u therë ka ajo. Po, çfarë të intereson konkretisht? Më intereson çfarë pas 18 vitesh fëmijë. Ajo që u tha që ne nuk kemi shërbime, domethënë pas moshës 18. Po, në dashta më bëni. E keni fëmia juaj është tash mbi 18 vjeç? Po, tash është 19 vjeç, 10 vjet ka shërbime, ka shërbime specifike? Në Gjermani, po. Po, në Gjermani, këto dhe me thoni ka kry 10 vjet, po pa këto është pas 10 viteve kur ti kry në shkollë, e kanë vendin e punës, e punësojnë me një
Djali jem punon në spital, një qendër të spitalit. Një punëtor të Varësisht prej spitalit. shkatësive që i kanë, atyre shkon edhe procesi i punësimit. Aty ku tregojnë afinitet. I kanë këta dëmon veçanta ku janë, jo nuk mundet me punu gjithkund, po këta i këqyrin, se këta për ata 10 vjet i mojnë, edhe i këqyrin çka këtyne ju shkan. Po, si do çdo fëmijë tjetër. Terapiste një pyetje, do shta me thonë që a janë bo për shembull gjitha ato s'po them të gjithat krejt Kosovës, po me gjithat, diçka duhet me pas, me bën në shkrim edhe me çun komun apo dikon në qeveri për shembull, pavarësisht ku, edhe me këqyr çka me bë mas 18 vite me këta fëmijë. Jo, këta fëmijë për shembull 18 vjet, unë nëse çta shumë rrin mu djali 19 vjet në shtëpi çka bëjun me ta. Pyetja është shumë e mirë, por këta e diskutuam edhe ne, e tham nëse na ke dëgjuar nga fillimi që jo nuk jo dëgjova, se me ton drejtën po tani thirrje prej djali ku është. Do ta marrësh tash përgjigjen. Sigurisht ka ik. Po. Edhe me pas diçka, me pas ndaj qender, me pas dikon me i aftësu, me shkatësu dhe me i botë të gatshëm për jetë. Me i botë pavarën, me i botë jo këta 18 vjetë dhe pas 18 diçka, vjetë në shpe. Është pavarësu djali juj? Djali jem ka shumë ka përparimet mëdha. Na vjen shumë mirë. Kishte nesër ditëlindjen apo jo? Po nesër. Po bof 100 vjeç. Urojmë që t'i bëjmë 100 vjet dhe ta ketë jetën e mirë natyrisht. Faleminderit për telefonatën. Gjithë mirat. Gjithë mirat. Për mi dhoni përgjigje, si që tha edhe Albulena që ende nuk është miratu ligje, gjitha masat e nevojshme janë marrë qoftë prej shoqatës tonë, qoftë edhe prej organizatave tjera që merren me trajtimin e autizmit, po presim për aq kohë sa nuk kemi diçka, as trajtimi nuk po ofrohet. Mendoni që kjo pritje mund të jetë e gjatë për shembull, ose duhet prindrit të shkojnë në Gjermani apo vende të tjera? Deshta mu kthy diçka pas ka fatin që fëmia i vet po merr trajtim edhe është pavarësu. Një dukuri që është e shprehur që nuk e di sa jeni të informuar është që shumë fëmijë kthehen prej shteteve evropiane edhe vinë shoqatën tonë dhe trajtohen. Për shkak se nuk marrin trajtim ose duhet me prit shumë gjatë për me fillu trajtimin. Kemi nana që sakrifikojnë, ndoshta prindi mashkull jeton jashtë, nana sakrifikon, vjen jeton këtu, merr trajtim për fëmijën e vet. Si po thuhet që të na jepen trajtime po di me të më të mirë ndoshta apo qasja është më e lehtë ndoshta në qendrat tona? Nuk muj me thoni përgjigje specifike, mirë po e shoh që prindit janë shumë të kënaqur me trajtimin që ofrohet, edhe thjesht shpeshherë kam pas, duhet me prit shumë gjatë për me fillu trajtimin, gjë që autizmi definitivisht nuk pret. Sa më herët që intervenohet, çaq më herët edhe shihen rezultatet. Nëse kjo veç e cekit që ka fillu filla e vet, qysh para 10 vite, tash ka 19 vjet, edhe është shoqata që shoqata jonë është e formuar prej prindërve, të cilët i kanë pas fëmijët, edhe i kanë fëmijët me autizëm. Na këtë vet i bëjmë 15 vite që ofrojmë shërbime për fëmijët me autizëm. Kështu që pas ka pas fatin, edhe më vjen shumë mirë që u pavarësu, edhe jeton një jetë pavarur, mirë po është edhe kjo dukuria që kthehen, jetojnë në Kosovë dhe marrin shërbim deri në një moshë saktë. Ta themi edhe një gjë, autizmi prek dimensione të ndryshme, domethënë, dhe jo të gjithë janë të prekur njësoj. Ka persona të cilët janë prekur nga autizmi dhe mund të bëjnë një jetë normale. Zhvillojnë shkatësi, aftësi të tyre, bile ata i kanë disa shkatësi ndonjëherë më të mëdha se sa të tjerëve dhe mund të punësohen, të shkollohen, të vazhdojnë jetën e pavarur. Keni raste të tilla? Po, kemi raste të tilla, siç e theksuam vazhdimisht që intervenimi i hershëm është qelsi. Nëse me një fëmijë intervenohet shumë herët edhe merret trajtimi i mirëfillt, adekuat, atëherë rezultatet janë shumë të mëdha. Kemi prej fëmijëve të cilët edhe ne vetë si terapistë dhe si shoqati kemi thonë që nuk ka nevojë për trajtim me ardhmë qendër se edhe shoqata i ka specifikat e veta. Ndonjëherë disa fëmijë që janë të nivelit të avancuar kanë nevojë me marrë trajtime dikun tjetër ose thjesht më kyç në shkollën publike, më kon bashkëmoshatarët, me pas një asistent i cili i kontribon zhvillimin e potencialit tyre edhe për me vazhdu tutje. Mirë po, fatkeqësisht për fëmijët që kanë dalë prej shoqatës tonë, cilët janë mbi 18 vjet, deri tani nuk është që janë inkuadruar në ndonjë fushë. Kanë potencial, jo fatkeqësisht, kanë potencial, kanë shkatësi. Ndoshta që kjo mungesa e ligjit gjithëpërfshirës. Si ka ndodhur ju të dyave ndonjëherë për shembull të jeni në qoftë duke pirë një kafe edhe të vitë shërbej një djalë apo një vajzë që ju e keni pasur aty në shoqat. Nuk ka ndodhur asnjëherë? Jo, për këtë arsye na edhe po mundohemi me ndërgjegjësu popullatën me i pranu
me bo sa më atlet pranimin e tyre në shoqëri. Ne kemi plot raste të përgjithshme që tregojnë prindet për shembull pe kam probleme orë me autobus se mandej fëmia po filla me pas ca sjellje problematike, para gjykimi nga të tjerët, ja ngarkon edhe borën emocionale. Edhe mandej të gjithë ka fëmijë të cilët janë me autizëm, domethënë, dhe nuk vrejnë fare për shembull nga të tjerët. Jo, kjo është në bazë nivelet që fëmia është i pregun. Po do me thonë të ndërgjëtsimi duhet me ndodh edhe jo vetëm ndërgjëtsu, po edhe me i pranu realisht përfshirje reale në shoqëni edhe me i dha mundësi, me qenë të hapur ndaj mundësisë me i dhonë që me tregu personi potencialin e tyre. Për neve është edhe nshme si terapiste të shohim që një fëmijë tash moshën 18 vjet, adoleshent, ka marrë shërbime dhe mandej mbyllet në shtëpi, nëse ndonjëherë rastësisht takojmë në rrugë ose marrim kontakte, është edhe nshme me pa që një fëmijë nuk po angazhohet. Nuk është avancuar në shkollim, as në punësim, as diku. Jo, edhe kjo është... A mund të themi cilat janë rastet ndoshta më të rënda që kërkohet punë mund shumë i madh dhe rastet më të lehta që vrehet rezultati, suksesi dhe ndoshta është një përgjigje ndaj atyre prindërve që thonë kur ndoshta më nuk do të jem pjesë e shoqatës, sepse po besoj që ka dhe raste të tilla, për shembull Asperger, janë raste që kam vrejt, domethënë që janë më të lehta dhe ndonjëherë domethënë mund të përmirësohen të aq mirë sa që të mos vrejmë përveç disa elementeve të cilat mbeten tek ta persona. Ne si shoqat jemi vlen me potencu që jemi një ekip multidisciplinare që punojnë, ofrojmë shërbimet psikologjike me qasja në IBE, terapia aplikuar e sjelljes, kemi shërbimet ergoterapeutike dhe shërbimet logopedike. Tash kur një fëmijë vjen në qendrën tonë bëhet një vlerësim i detajzuar për secilës disiplinë, edhe mbas të saj na secili jep mendimin e vet profesional çka është ndërhyrja. Jo çdo fëmijë ka me pas për shembull nevojë për shërbime logopedike, sa nuk e ka të prekon pjesën e komunikimit ose për shërbimet e ergoterapisë. Tash varësisht ku janë pengesat që të bëhet vlerësime dhe bëhet ndërhyrja terapeutike. Nëse një fëmijë ka dhe fëmijë që i marrin të gjitha shërbimet, është e nevojshme për të për zhvillimin e tij. Kur bëhet ai vlerësimi vrehen ato është më e qartë plani edhe qysh kena me ndërvepru me atë fëmijë. Ku me ndihmu. Ndonjëherë ma vazhdon edhe për shembull këshillat, se na edhe jemi shoqat që ofrojmë konsulta, edhe pse sërtajnë ofrojmë konsulta për ekipes multidisciplinare, i merr ato këshillat tona, rekomandimet profesionale, edhe ka plot fëmijë që i thonë ti mundesh me ndihmu vetë në shtëpi, mja përcjell këto ose vetëm me një asistent, siç e ke edhe Drilona, që mja mirëmbajt pak planin ose me ndihmu me arrit potencialin më të mirë që e ka të mundshëm fëmia. Kjo varet niveli ku fëmia edhe në bazë të rezultateve të vlerësimit që ne i bojmë. Po, të kjo vinë vetëm rastet më të rënda, apo keni raste që janë edhe të lehta dhe... Jo, të ndryshme. Po, di pse po e bëj këtë pyetje, se the që nuk njehni asnjë fëmijë, domethënë punoni që 15 vjet, dhe nuk njehni asnjë fëmijë që pasi ka bërë 18 vjet. Nuk ka vazhdu tutje, qoftë shkollimin më të lartë, qoftë punësimin, sepse rastet e lehta, për shembull unë një raste që kam vazhduar edhe studimet edhe punësimin, edhe pse janë të prekur nga autizmi. Kjo ndoshta mundet me qenë edhe si faktor që nashta nuk janë adresu tek ne, nuk janë marrë, ne personalisht nuk njohim, edhe shoqata nuk e ka një histori që dikush u avancu, veç përjashtim nëse ka dalë jashtë shtetit. Ama lumturoheni kur i shikonin të shkollohen, të shësojnë. Patjetër. Për ndryshe fëmijët vegjël të cilët e kanë lënë shoqatën për shkak që janë mirë në aspektin e zhvillimit, po kemi. Mirë po mbi 18 vjet jo. Mirë po fëmijë të cilët po besoj që edhe shumë prej jush edhe ka qenë edhe në emisione. Patjetër. Fëmijë autik që ka talente të ndryshme, ka pasion leximin, është shumë i mirë në shkollë që ndoshta nuk ka as asistente, po rastet e tilla kanë dalë prej shoqatës. Mirë po të rritur mbi 18 vjet, fatkeqësisht prej shoqatës tonë jo. S'ka. Ta marrim një telefonat pak gjatë. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Vale, une kam një vajzë 17 vjeqare, do më thonë prej moshës 1 vjeqare, 2 e kom pru të ju, po gjithë më keni thonë dhe moshën 17 vjeqare vajza ka me arrit ma tepër, po kjo do më thonë vetëm ka ngesje në zhvillim, gjithë më keni thonë ngesje në zhvillim. Kam qenë edhe jashtë shtetit, do më thonë 3 vjetë, më kanë këthuj prej Gjermanie, po ta shkollë, kjo është në shkollë normale, kështu, po as ka asistente, as ka kur gjo, një vetja kom pagu vetë, po ta shtë po ka mundësi, 250 euro i lyp një asistente vetëm 2 orë, gjuhë shqipe dhe matematikë.
Unë komunat ku s'përgjigjen kur gjo, ku s'ka kur gjo për ta fëmijën nuk di pse ky shtet, po du më thonë, unë e di Gjermania që ka mbajt vajzën time. Po. Faleminderit zonjë. Na vjen keq natyrisht sepse ka shumë prindër të cilët e kanë këtë shqetësim, por që këto duhet të adresohen tek instancat më të larta, tek ata të cilët janë kompetent me u miratu ligji, edhe më pas lehtësime do të ketë, po besoj. Përveç kësaj, na si shoqat vazhdimisht munduhemi bashkë me donaturë të ndryshëm, me institucione të ndryshme, i kemi besoj që mbi 12 asistentë të cilët ofrojnë shërbime në shkolla për fëmijët me autizëm, të cilët nuk bie bara mbi familjet, por paguhen përmes Këtë rast për shembull, këtë zonjë se mbani mend këtë rast apo nuk e mbani mend? Jo. Sepse adresa ishte Për momenti shoqata ka mbi 60 fëmijë të cilët marrin trajtim në bazë aditore. Ky numër gjithmonë është i luhatshëm, ndonjëherë shkon edhe mbi 80 fëmijë, cilët vinë dhe shkojnë nganjëherë për neve dhe është e vështirë nëse nuk identifikohet me emër, me mbiemër, me ditë kush është saktësisht. Mirë po mendoj që mundohemi vazhdimisht m'ia lehtësu prindve, qoftë duke ofruar edhe shërbime pa pagesë, rastet sociale i mbështesim, shumicën prej tyre, mirë po nganjëherë edhe aq është potenciali shoqatës për me bo për prindrit dhe për fëmijët me autizëm. Mirë, presim një telefonat tjetër në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë si gjitha. Ndonjë pyetje? Deshta me ju pyet kur gjinte që kjo qendra për autizëm Prishtinë, që unë kam një djalë 11 vjeçar. Dhe dëshironi po që të vizitoni qendrën. Po, mund ta thoni me qenë se ka besoj edhe tjerë të cilët. Tash e një vit jemi me lokacion të ri, është lagja Kalabria, rruga Joni, është afër kopshtit Cicerimat, i bie mbrapa stacionit kryesor të autobusave. A ka hapësirë edhe më shumë qendra, domethënë për ata të cilët kanë nevojë që të marrin shërbimet e juaja? Ne kemi një objekt bukur të madh dhe që mund me i plotësu nevojat, po kryesisht edhe stafi rekrutohet mbasisht për nevojave që ka qendra, kështu kemi hapësinë, lokacioneve se tregoj kolegja jonë Drilona. Lagja Kalabria është qendra autizmi. Po besoj edhe në rrjetet sociale keni të marrin kontaktet. Mirë, ju japni shërbime të ndryshme, për shembull ergoterapia e di që është njëra prej terapive që përdoret bukur shumë për fëmijët me autizëm. I ofroni gjitha shërbimet, a ka diçka të cilën ka nevojë që të marrin fëmijët, por ne nuk e kemi? Nëse po fol në aspektin e tonë si shoqat, kjo varet prej gjendjes së fëmijëve. Ne i ofrojmë këto shërbime, ka cek edhe kolegja jam herët që ka diagnoza përcjellëse, që ndoshta na nuk kemi të asoj fushë, edhe normal do të me kërku specialistën e fushës të vet. Po nëse i përket këtyre aspekteve të pavarësimit, si të fushës të ergoterapisë, logopedisë dhe pjesës psikologjike, atëherë ne ofrojmë dhe jemi një staf mjaft i trajnuar dhe i kualifikuar për mi dhënë këto shërbime që vetë se i dhojmë, edhe jemi një ekipë multidisciplinare që kjo është e të mira që jemi të gjitha fusha jemi me një vend edhe mundemi më konsultu edhe me vendos për më të mirën e fëmisë në këtë rast. Të lexojmë një mesazh me Rita, vetëm një mundohemi edhe disa pyetje që janë specifike, që shumë prindër ka nevojë që t'i dëgjojnë. Po, thot në kohën kur kam lind, fëmin tim na shkuan një zonjë, nuk kam pas njëri rreth autizmit. Tash djali ka 10 vjet dhe këtu ku jetoj unë në komunën e Deçanit, nuk ka qendër rreth autizmit. Këtë çka jam tu ndihmu, jam tu e bë vetë se duke kalu koha, kam marrë njëri rreth autizmit dhe kam kuptuar vetë, domethënë. Beso se ka shumë, po s'kam as mundësi me trajtu. Kjo është një zonjë nga Deçani shkruan ka këtë problem. Shoqata jone ka edhe disa pika tjera përveç pikës në Prishtinë, ka qendrën e Podujev, Prizren dhe në Lipjan, po normal larg përsëri nga Deçani dhe Prishtina. Që ka edhe prandaj po lëbojmë, po mundohemi për ligjin, se ligjet tani garanton se secili fëmijë kudo që është mja mundësu me marrë shërbimin. Na kemi edhe fëmijë të komunave tjera që i trajtojmë në shoqatën tonë, komuna Fushë Kosovës, Mitrovicës, Trenosit, atje se nuk kanë ku mu adresu, po tash kjo është bare familjes se mënyra që zhvinë me transportin edhe sa kanë mundësi me ndjekë seancat e rekomandume prej neve.
Mirë, autizmi është çrregullim neurozhvillimor, domethënë, kështu është ndër vite dhe shkenca vazhdon ta thotë të njëjtën gjë. Në anën tjetër po vërejmë që numri i atyre që po preken me autizëm çdo ditë më shumë është më i madh. Ka pas edhe konspiracione të ndryshme, domethënë, hulumtime të shumta që po bëhen që mund të ketë edhe faktorë të tjerë të cilët ndikojnë që ky numër po rritet. Është përmend çështja e vaksinave, e cila për një numër të madh të njerëzve mbetet shumë e besueshme për pjesën e shkencës, jo absolutisht nuk është vaksina kundër fruthit, domethënë. Por janë metalet e rënda për shembull, faktorë të cilët ndikojnë, janë parazitët gjithashtu, tha. Sa i mbështetni ju këto pretendime, ende përderisa shkenca nuk e thot kundër të mbeten vetëm pretendime, por kjo rritje kaq e madhe, pse dikur nuk kishte, ndërsa tani kur e dim që si ushqimet, si ambienti, si natyra, si janë më të ndotura në gjitha aspektet, po rritet numri, kjo pak lën një lloj dileme. Si që potencut është një çrregullim neurozhvillimor biologjik, edhe shkenca nuk e mbështet pretendimin se vakcina e fruthit e 1 vjeçarit e shkakton autizmin. Kjo teori është hudh poshtë qysh herët për shkak se është vëretur se është manipuluar me thonë me variablat e këtij hulumtimit. Ata kanë pretenduar me gjetëlidhshmëri, po jo domosdoshmërisht shkak edhe pasojë. Kështu që ne si shoqat nuk e mbështesim këtë teori, edhe gjithmonë bëjmë thirrje që edhe kur prind hezitojnë për me marrë se vinë shoqat edhe fëmia i vet i ka 5 vjet, thotë on ala nuk ja kam dhënë vaksinën e 1 vjeçarit, mirë po ai është me autizëm. Këtu do një tregu që prindit jo e keni fëmijën me autizëm, mirë po nuk e ka marrë vaksinën, ose ka një fëmijë tjetër që është me zhvillim tipik dhe ka marrë vaksinën me autizëm, me vaksinën e 1 vjeçarit, mirë po nuk ka asnjë shenjë ose element të autizmit. Edhe pretendimet e fundit të presidentit Donald Trump lidhur me përdorimin e paracetamolit edhe fëmijët me autizëm, shkenca beson edhe shkenca është në hulumtim e sipër që ky është një çrregullim i cili ndodh në trurin e fëmijës përgjatë periudhës prenatale, domethënë përgjatë periudhës së shtatzanisë, fëmia lind me çrregullimin, simptomat vrehen pastaj. Mirë po, vrehen pak më vonë, sepse janë përgjithsisht simptomat të sjelljes dhe pikërisht kjo është arsyeja pse zbulohet pas moshës 1 vjeçare. Pikërisht, nëse ndalemi me theksu, autizmi prek 3 sferat kryesore të individit, e prek komunikimin, ndërveprimin social edhe sjelljen. Ndonjëherë në disa libra thuhet që një prind vigjilant e vren qysh edhe para moshës 1 vjeçare. Fëmia ka kontakt kufizuar me sy, ka mungesë të reagimit në emër, ka hiperndjeshmëri ndaj prekjes, zhurmës apo dritave, edhe një prind vigjilant të një pediatër i cili është po ashtu vigjilant e vren edhe jap rekomandime për një vizitë te psikologu klinik, tek psikiatri ose te neurologu. Na gjithmonë edhe në shoqat kur vinë fëmijë shumë të vegjël, na fillojmë me trajtimin, po asnjëherë nuk japim diagnozë ose nuk themi që okay, është me autizëm, na po fillojna edhe kena me vazhdu trajtimin trajten e autizmit, po presim për përmirësime. Shpesh herë fëmijët dinë edhe me të befasu, ndonjëherë vijnë pa vokal, pa komunikim, verbal ose jo verbal, mirë po shpërthejnë edhe përparojnë tepër shpejt gjë që është e kënaqshme edhe për neve edhe për prindin. Gjithmonë është një zbrasti që nuk është përmbush ende lidhur me shkakun edhe e autizmit. Pse po rritin atë rastet? A ka ndonjë shpjegim bindës pse ka shumë raste me autizëm? Mendimi jam personal është pak që dhe u rritë ndërgjësimit, tash nanat e reja po janë ma vigjelente, po lumtoj ma shumë dhe po mujnë me i vrejt ato ndryshime që nuk janë në bazë zhvillimit tipik, edhe po kërkojnë ndihmë njëherë, po adresojmë njëherë. Po edhe faktorë të ndryshëm, na vazhdimisht po ndryshojmë si botë, mënyrën të ushqyerjes, mënyrën e të jetuarit, faktor biologjik, faktor të mjedisit, gjithçka po ndikon në vazhdimsi edhe kjo mundet me qenë një prej shkaktarëve. Po gjithmonë personalisht, po dhe ne si shoqate që jemi të atij mendimi, na po qëndrojmë me shkencën edhe në bazë të asaj çka shkenca preferon ato, edhe në bazë të asaj na po veprojmë çka më tuq. Janë prindrit flasin baballarat apo nënat që janë më të shumë të shqetësuar, natyrisht të dy prindrit, po ose të friksuar në gjitha në këto që thamë për shembull kur vjen te ju me fëmijë. Zakonisht nënat janë ato që i vrejnë ato simptomat e para ose ndryshimet që nuk është diçka siç duhet, nëse bazome që prindi e bab po punon dhe nana është në shtëpi duke kujdesur për fëmijën, ato i vrejnë, tash sa shqetësona
ajo është e dyanshme, dallon. s'kandamje. Po nonat edhe zakonisht janë ato që i sjellën në terapi se duhet dikush me nejt me qëndru me fëmin për mja përcjell progresin edhe nevojat specifike që i ka, ato përballen çdo ditë. Edhe janë, do me thonë, i vrejnë ma shumë. Psikologe dhe terapeute është shumë të zonja. Edhe ndikohen ma shumë, ndoshta edhe natyra ma emocionale. Edhe rezultati është, më falë, rezultati është më i mirë në këtë rast, flasim për mirësimet e fëmijëve në këtë rast. Nëse nona angazhohet ma shumë. Nëse nona është më afër gjithmonë, qoftë në sjellje në çdo gjë. Tjetër, por domi me potencu nështë edhe këtë flet edhe kolega jam psikologe, edhe nona që përfshihen shumë, andaj edhe ato vetë ka nevojë për ndihmë psikologjike. Nëse nona është mirë emocionalisht, psikologjikisht për me ndihmu fëmijës vetë, normal që rezultati ka me konë më i mirë edhe ka mu prit performancë më mirë me fëmijës. Po nëse nona vetë nuk është mirë, atëherë ato ngesë pak a shumë procese. Është një zinxhir, është zinxhiror kjo procesi i terapisë. I cili prek përgjithsisht meshkujt. Çështja autizmit, nuk e di në shoqat. Unë isha duke mendu dhe nuk mu kujtu në ndonjë rast me autizëm që ndonjë vajzë për shembull. Është normal prevalenca rritet është 1 në 20 fëmijë të cilët lindin janë djem, janë me autizëm, 1 në 20 djem që lindin janë me autizëm. Specifike, jo. Mirë po 1 në 70 vajza lindin, por çka vlen mu theksu? A keni në shoqat në qendër ndonjë vajzë? Po, kemi vajza, vlen të theksohet se kur vajzat preken me autizëm, zakonisht në rastet pak më të rënda se djem. Kryesisht është një farë ma specifike, është një numër më i madh i djemve, por preken pak më lehtë dhe është një numër më i madh i vajzave të cilët janë me karakteristika pak më të theksuar të spektrit e autizmit. Kjo ndodh në gjithë botën? Po, muj me thonë që edhe në gjithë botën, kryesisht edhe në shoqat fëmijë të cilët janë, vajzat janë pak më të prekura. Cili element është me patjetër që duhet me pas një fëmijë për me u konsideru se është i prekur nga autizmi? Këtë pyetje po e bëj sepse ndonjëherë edhe vetë profesionistët e kanë problem dhe hezitojnë që t'japin diagnozë, është fjala për rastet e lehta, që mos me u bo gabime, lëshime, në anën tjetër janë prindrit të cilët me shumë vështirësi dhe me të drejtë pranojnë që fëmija i tyre për shembull është me autizëm, kur ka vetëm ndonjë element, domethënë, ndërsa pjesa tjetër duket gjithçka sikur të tjerët. Cila është e pjesa kur thoni po, kjo apo e heqni edhe ju dilemën prej vetvetes, po besoj që në eksperiencë keni pas raste kur dhe ju vetë nuk keni ditë nëse fëmija është autist apo jo. Po, si që thamë edhe më herët që shpesh herë shkojnë si kur 2 çrregullime së bashku dhe ndonjëherë jenë dyshim nëse është me hiperaktivitet, është me ngecjen zhvillim apo është autik. Zakonisht në shoqat kur vinë prind ose vinë me një diagnozë të cilën e marrin nga një psikiatër ose psikolog klinik, edhe vinë te na që thjesht ka nevojë për konsult, po për verifikim edhe ka nevojë për mu bind nëse me të vërtet ka nevojë për trajtim. Mund të them me drejtë se na nuk japim diagnozë specifike, pasi që ato e bën profesionisti apo psikologu klinik qoftë në QKK ose kudo që shkon një që zgjedh një prind me shku, mirë po mundohemi mi dhon kohë edhe prindit edhe fëmijës, mundohemi që maksimalisht është e rëndësishme shumë shpejt me diagnoza, po maksimalisht mundohemi me kursy prindin, mirë po mundohemi maksimalisht me kursy prindin te diagnoza, se edhe stigma është shumë e madhe. Shumë prind e kanë problemin më shumë të stigmës se që po e kanë fëmijën me autizëm, kështu që si shoqat mundohemi mi rujt prind ty po edhe gjendjen e tyre psikologjike. Diferencial që se mund të themi. Po tash nëse ndalemi te karakteristikat kryesore, atëherë ka të bëjë me mungesën e reagimit, kontaktit vizual me sy, lojë jo funksionale, nëse ai përfshihet. Ka plot fëmijë që për shembull nuk i kanë këto elemente, por ato po them te rastet specifike, sepse ai që nuk ka komunikim verbal, jo verbal, domethënë ajo është e ditur. Po flasim për rastet kur ka dilema, kur diagnoza është shumë e vështirë. A ka ndonjë element që e përcakton që ky është apo nuk është? Nuk di që të them në këtë aspekt, sepse krejt karakteristikat që na, për shembull që na i vrejmë si profesionist të një fëmijë që pretendohet se është me autizëm ose jo, hynë në një farë forme të
suazave të normales edhe të jo normales. Për shembull, konsiderohet që një fëmijë deri në moshën 2 vjeçare të paktën duhet mi pas gugatjet e para, të paktën duhet mi thonë bab, mam, ama, të paktën duhet mu koni përfshirë në lojë funksionale me fëmijët e tjerë. Nëse jo me lujt me fëmijët e tjerë, të luj pranë fëmijëve të tjerë. Kur jemi këtu kam dëgjuar për shembull një prind që jo sepse kështu ka qenë dhe gjyshja halla kanë folur pas disa viteve. Nuk është element ky diferencial, sepse ka flo që deri në 3-4 vjeç flasin, nuk janë autist, kanë probleme tjera ndoshta. Mirë, po nëse ose nuk e pranojnë ta qenë te një psikolog, te shoqata juaj, thonë jo more, se fëmia im. Po, pikërisht për këtë po them. Na nisem në bazë të disa suazave të cilat i takojnë normales. Për këtë arsye, nëse një fëmijë nuk po reagon asnjëherë kur po thritet në emër, nëse po mungon kontakti vizual, nëse loja nuk po është funksionale, nëse është me bashkëmoshatarët, po nuk është fizikisht në praninë e tyre, atëherë neve na çon pretendimin që diçka nuk po shkon me këtë fëmijë. Mirë, po prap edhe na jalojna moshës që ndoshta me kalimin e kohës edhe fëmia po përmirësohet. Nuk pretendojmë që të kyçemi, po mungojnë 3 elementet kryesore të autizmit, për vendosmi diagnozën. Po presim nëse përgjatë trajtimit fëmia po përmirësohet ose po kalon në një stad pak më të lehtë të çrregullimit. Kemi shtu diçka këtu? Jo, kemi në thirrje, po veç me cekna nuk e presim diagnozën, na ndërhyjmë aty ku është pengesa dhe mandej vazhdojmë. Pavarësisht simptomave. Ka raste këtu kur keni dilema, sepse për ne nuk është qëllimi i diagnozës, absolutisht. Mirë, po kjo dilema ndonjëherë që të dyshohet edhe që fëmia në fakt mos jetë me autizëm, ndoshta ka nevojë për ndonjë ndërhyrje që po e thu, dhe te kalot ajo sfidë dhe fëmia vazhdon në këtë aspekt na nisemi në moshën bazuar moshën kronologjike, çka janë pritshmëritë për fëmijën që atë moshë mi realizu, çfarë do moshë që ka, nëse është koha për shkollë, në atëre i adresojmë ato problemet e përgatisim për shkollë. Nuk është shumë e rëndësishme nëse ka diagnozën normal, disa raste diagnoza lehtëson për me mujt me pas një kuptim më të qartë qysh me ndërhyje edhe krejt këto, po nëse nuk kemi diagnozë, na i shohim pengesën në bazë vlerësimit, edhe në bazë që asaj ne adresojmë, nuk është shumë esenciale diagnoza në këtë rast, që na me pas një plan të trajtimit ose ndërhyrjes në atë fëmijë. Po puna duhet me u bë patjetër, sepse ka dhe testet ndryshme që i kanë parë, por ato nuk ishin të sakta. Jo domosdoshmërisht një test që bëhet për autizmin mund të jetë i saktë sepse mund të jetë e kundërta. Po. Na bazohemi në trajtim. Trajtimi ose plani terapeutik bazohet në vlerësimin edhe rezultatet që na jep fëmia. Do të duhet edhe një përgjigje më pas një trajtimi në raste të tilla kur keni dilema. A ka raste që pas një trajtimi ndoshta afat shkurtër ose të mesëm, që fëmia është zhvilluar, ka arritur standard dhe ju vetë si qendër i keni thënë që nuk ka nevojë me marrë shërbime, gjithçka është në rregull me fëmijën pas një dileme. Për këtë përgjigje pas një telefonuesi sepse po na pret gjatë. Alo? Patjetër. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjitha. Cila është pyetja që keni? I kam 2 pyetje. E para, kisha dashur me ditë çfarë përgjigje kanë këto zonja për njerëzit që jetojnë atje në xhungël dhe nuk kanë as autizëm, as kurfar, as kanë pas Covid, as kur gjë. E dyta, ku është dallimi mes fëmijëve me autizëm edhe me këta që janë me zhvillim më të vonshëm? Faleminderit. Faleminderit. Për xhungëll, s'kan qenë nuk i di. Çfarë pa keni përgjigje? Realisht nëse kjo pjesën e xhunglës nuk është që kam ndoshta nuk e kam shumë të qartë as pyetjen. Që s'ka spitali, jetojnë natyrë, ushqim. Nuk na garanton kur gjë që zhvillimin e kanë tipik, po shkon gjithçka siç duhet kur na nuk kemi një databazë. Po. Nuk kemi databazë saktë, nuk kemi fakte ose nuk e kemi të pyetja tjetër ishte ku është dallimi në mes të autizmit dhe fëmijëve të tjerë me ngecje në zhvillim. Tash sa i përket Dëllona vetë se e shpjegoj disa elementeve të autizmit. Ne kemi këtë pjesën që e prej komunikimin, pjesën sociale, fëmijët autik din me pas edhe sjellje përsëritse, ndërsa fëmia në ngecje veç është sjellja përsëritse ose sjellje dhe problematike, tash mund me kon disa sjellje refuzuese, ndoshta kanë ndonjëherë edhe sjellje vetëlënduese ose sjellje lënduese ndaj të tjerëve. Tash fëmia në ngecje mundet veç mos me imri parametrat e duhur bazuar me moshën kronologjike, është më mbrapa se sa moshatorët e vet,
po që nuk ka sjellje përsëritse, nuk ka sjellje vetëlënduese, nuk ka sjellje agresive ndaj të tjerëve. Këtu vetë mundesh me bë një dallim. Po gjithmonë një diagnozë saktë ku qëndron është atë ekspertat, psikologu klinike dhe psikiatri që ta japin një dallim. Që neve na intereson gjendja reale, çka të pengu me bë një jetë funksionale në cilën do aspekt, qoftë shkollës, shtëpisë, komunitetit e tjera. A mund të përgjigjesh se jemi në fund në atë pyetjen, domethënë që ishte më mirë. Me që njëherë përsërit më tutën. Raste domethënë kur kjo diagnoza diferenciale, kur s'keni ditë ndoshta as ju vetë që mund të jetë autist apo jo, keni bërë ato terapitë për të parë ato ngecje që i ka pas. Dhe ka ecë fëmia mirë dhe i keni thënë që mund të vazhdoj tutje. Gjithçka është në rregull me ta. Nëse ne e kemi mrrin deri në atë pikën që e kemi referuar që nuk ka nevojë për shërbimet tona, që kjo është referimi. Për shërbimet e shoqatës tonë nuk ka më nevojë. Në këtë aspekt është mirë bazuar se na e kemi një plan që punojmë, kemi një protokoll të punës. Nëse çaj fëmijë i ka mrri ato çka na targetet i kemi synuar gjatë terapisë, edhe u plotësua i plani terapeutik, edhe nuk po e shohim të nevojshme ndërhyrjen individuale ose të hershme, atëherë prej neve prindi referohet, nuk ka nevojë për shërbime të shoqatës. Tash nëse prindit i intereson po a ka diagnozë ose jo, se çka më bë me tytje, i referojmë te ekspertat e tjerë. Është ÇKUK ajo e cila është kompetente për diagnozën. Po kjo edhe qendra private dhe ÇKUK, domethënë nuk është na punojmë me asaj çka na punojmë, basta asaj na asaj. Edhe një pyetje tjetër e kam. E kam bërë që fëmijët me autizëm një dinosaurin për shembull e kanë lodër specifike dhe nuk e di nëse ka ndonjë fëmijë me autizëm që nuk ka qenë si fëmijë i dhanun shumë as dinosaurit. Çfarë logjike ka kjo? Këto fiksimet që ne i quajmë në lodra, po jo dhe në lodra çdo herë, kemi fiksime të ndryshme. Po dinosauri më duket që është më që e gjejmë kudo. Në shoqatën tuaj për shembull keni lodra të tilla ose çfarë kërkojnë më shumë? Nuk jap më shumë vëmendje. Tham drejtë nuk jap më shumë vëmendje kanë karakteristikave çka është fiksuar fëmia. Ne mundohemi që nëse një lodër e ka lojën ta kthejnë në mënyrë funksionale. Nëse ka një vetur fiksim, që shpesh ardhin fëmit thjesht vetëm për me rrotullu rrotat ose diçka, mundohemi me kthy lojën në aspektin funksional. Mirë, po nuk i kisha dhënë shumë vëmendje dinosaurit se kështu në aspektin e zhvillimit mendoj që është kofsha e preferuar e fëmijëve të vegjël. Kështu që mundet me qenë edhe fëmijëve me autizëm, pse jo? Gjithmonë i bojmë thirrje prindve mi pa fëmijët e vet në soazat aspektit zhvillimit, çysh po luajnë ata, çysh janë ata. Jo me çfarë po luajnë, po çysh po e zhvillojnë lojën. Çysh po e zhvillojnë lojën. Kur janë ato fiksime për shembull që është lojë jo funksionale, thjesht e ka fiksim, një shishe për me sill vazhdimisht, e cila nuk ka ndonjë funksion të veçantë, atëherë na mundohemi mi tërheq pak fëmijët nga ato sjellje, nëse ajo sjellje po pengon, por edhe fiksimet janë forme përmbushjes fëmijëve. Fëmijët e shkarkojnë energjinë e tyre në një formë që ata e zgjedhin. Mirë po sa i përket kafshës së dinosaurit ose lojrave të ndryshme të fëmijëve, thjesht nganjëherë mundohemi mi alon edhe zhvillimit edhe familjes. Mundohemi mi thon prindve, shihni në aspektin që ai spori është një fëmijë, pastaj është unik edhe i veçantë. Çdo fëmijë rritet në individualitetin e vet. Dhe i ka ato fiksimet e veta dhe pa qenë autist, domethënë. Patjetër. E ka na shpesh ai konsiderojnë edhe si të mira tu fiksimet. Tash po flasim vetëm për autistët, por fëmijët shohim shpeshherë që e kanë ose një gjë shumë preferuar me tynën, s'mundem pa ata ose kanë ndonjë fiksim. A duhet mundu mja eliminu apo me lanë, sepse ekzistojnë dy lloj mendime. Krejt varësisht sa e pengon çaj fiksim, çaj preferencë fëmin. Nëse është atë shumë i thellum në fiksim edhe nuk pe pengon me kriju ose me kry procese tjera, atëherë patjetër që mundohemi me këtë kontekstin pozitiv, eliminimin me zbeh pak a shumë atë fiksim, po mundohemi mi dhonë qasje pozitive me përdor, se na kemi plot raste që i quajmë edhe si e kthejmë si përforcues është metodologjia jone e punës, që fëmia me arsysh problem, që ato që pendon, adin e mundohemi me marrë kontekstin pozitiv, me na shërby që e preferencë e fëmisë për në terapi. Nëse drilona e cikë ndonjëherë është edhe nevojë senzorike që e përmbush vetveten,
Por normal nëse është një preferencë ose nëse është një sjellje më me qujt që e lëndon fëmin e pengon fëmin, patjetër që mundu me kriju një zbatim. Në fund ta them edhe një herë adresën e saktë, po e kërkojnë shumë. Adresën e saktë Kalabria, qendra autizmi. Është me logo po besoj. Po është shoqata autizmi, rruga Joni është afër Kupshtit Cicerima, realisht Se kanë je kërkuar disa mbrapa herë, stacionit autobusave, stacionit kryesor të autobusave. Po, një numër kontakti, nëse e tini përmendsh, mund që ta japim, që ta marrin ata prindër, që ta kemë paraqasjen Mundën edhe me më të kërku lehtë. qoftë në Facebook ose në Instagram shoqata autizmi. Shoqata autizmi, pra Po. aty janë edhe kontaktet e tjera të gjitha, po? Po. Mirë, faleminderit Faleminderit. për gjitha Faleminderit ato që edhe ju, zgjaruan juve. për shikuesit tan. Punë të mbarë dhe urojmë që ta keni punën sa më të lehtë me fëmijët dhe me prindrit e tyre. Patjetër faleminderit edhe një herë një thirrje për marshën e nesërmen, bashkoheni edhe të ndërgjegjësumi edhe t'i përkrahim familjet me fëmijë me autizëm, po dhe persona. Dhe që të rritën vitet të shtyjmë mëdhenj. tutje Patjetër, edhe thirrje institucioneve. ligjit Patjetër. për fëmijët me autizëm.